Filozofa. Pin gallën ç'është. Pjesë të kumpëru. Tash me përgatit para se me kemi bosh kret me qëtën. Kush? Ka do që të shkoj, hici ditë të natë, pysin atë zoqt, nuk më lën rehat. Pysin atë pysin, sikur nuk e di, ku janë kosovare, pse në Kosovë nuk rinë. Pysin atë pysin, sikur nuk e di, ku janë kosovare, pse në Kosovë nuk rinë. Dhe këtë pyetje du të mi ashtruhe politikanave tonë. Pi njerë mas pore që të shur elefanti. Faleminderit. Që kjo është zhurma që ma ndresh ditën sabah. A që shtu bash, me që shtipja. A që të qodh shkuma. Që të dhije që, e pas në mojt gacat. Peja verë se ti. Faleminderit. A kjo është premium sok. Longje. Nga katunarja me. Drejt për drejt. Sa i ka beqime 5 litra, ha? 5 edhe është, me kështu Allah, ma lirë që kjo me bleje. Po s'ka gjithë si me bli. Po, sezonal është. Është 3.4. Ma lirë është me bleje, se sa me bleje është në përshqitore kësi longje firmave të njohura. Po. Edhe ma kvalitet është direkt. Ma falin i plak. Sa i tha faleminderit të rritë I thash, po ati që më tha. Tha mu ishtë, tha mësë ma shërda fort, tha këthe ma kartonin kër ta krysh. Do ta Po, tha se e përdorë ma per. Po e përdorë. Ma i shtrejti bo që kësë sa kete. Unë ka ronje me kërkuman, të e presovat. Në ka një farë. A ti si ato maqinat... Pipi me konto. Ti e dit... Si rosh të parapata. Ja, ma nuk është da i mishi dynerit për me kom në për ta. Jo, na din, ti din se ki përvoj ato që shtypshe. Po, majica. Qashtu duket edhe që ajo e molla. Amo aja sillet kështu, a? Dhe me thonë se si burgia shkon të poshtë, kada ka dalë të e si. Jo, man, javnë ke do farë si sita, si drasa për mi. A thane që atë senin e shtypke, që bzhhh, edhe që të poshtë. Më këmë në që si burgia sillet, kada ka dalë shkon të poshtë, qa ka long, edhe qa long. I vnojnë sene për mi, që me pas shtypje ma shumë, po. Edhe, ma ka dhonë një gotë që aty tazet presovat, ma ka dhonë me pi. Qfar shije, man. Ama e ka shinjën e si që ka? Jo. A të për çka? Se ajo konë haloja pa përpunu me benor. Qfar të merdi nati, ja? Ama ish pak. Vjetë o fjalla, qëre. E pash ma dhani gotë me provu, shumë më pëlqej. Thash, ku mu i me blej? Jo, ba tha fart blej, me tha, hajde në i ditë, tha. Mas një 2-3 ditë, tha, i qesëm kështu në paket. Kështu edhe tha, hajde merë ta jep një. Allo, gëzova, kur shkova e mora, u ktheva në shpet, trape, qeli, vë. No. Hanez i ka qitë sene. Po qëfar sene? Se kom vetë. Sheqer, po? Po pse, nuk ka nevojë. Ose se kom këtoj, pse pëqi? Mu qa ma më me vesh nëse ka qitë nesa konzervus. Po dhe se me majten. Po. Që mos më prish shpet. Ama keq je tjetër. Edhe pse edhe që kjo shumë e mirë. Ama që aty, man, shtypt. A dy mërë farë shije. Nëjse, man, oke që kjo sok, ape po djetë, vedin po vrejë që është trobull të është pi mollës. Qa ja ka mërzi do do, sidomos lanqeve të mollës, kur që nësë një gjelbër të neon që bo. A gjithë që ka vetë sokë. Aja dihet, man, që është koncentrata, vëde vesh, nona e koncentratet është që ja. Je shil, ma. A hitë s'ko të bëj kur gjë me mollë. Do tango jënë konë qështu më doget. Po, e thashme s'për me hani firma. Sa shumë më doget. Jënë konjo 2 firma, 3 që shtu që është edhin... Për me një besa për gjë. Po, bravo, tango, që të që. Bravo, be man, edhin bravo kështë... Je shil, bravo. Po, be man, ka pas 2 litre gjysë kështu, edhe lëng mollë shrike, amo e gjelbert neon, adhe kështu, ku e vrejki pe që... Kula që ka... Ku jini të Ku ti jo mas Spider-Man. Ta reklamoj kjo atë një kështë pi mollës gjelbert është. Mollës Po që ta është gjelbert. Po që është ajo? Ajo veç për me qitë me naj farë kalëpe, mi ngri, mi hungër si akullore. Hitë suak. Ashtë hetë, ma mirë. Edhe sola ice tea, man. O konë pia jam e preferume në adolescencë. Jam, ja.
Derisa ku mor këtu. Derisa kom rënë Ice-T tamam ç'është dohet. Kur pi këtu Ice-T ç'është dohet, e jam kthy apet aty, o mananeze kom vrej keq çari, shkoj me aty so vrejke çka I tu pi më. Ekstrem. Sola më ka dhënë shumë e fortë gjithë. Kur mor këtu kom pi tamam për me pak Ice-T ama me kvalitet, jo që s'ka jo kvalitet. Ama sherbet, pa sherbet aver. Sola sherbet. Po o kom me reklamuar, është në Kosovë ke pas, po s'ka rasti me pije, se Ice-T të mirë. Se për shembull kjo Fuse Tea që është atë në Kosovë, ja bile pak më shumë e ka shinë Ice-T. Ma thënë, ja, çfarë Ose çfarë që mblej me shumicë më afër. Ose Rauch që është ajo, që ka Ice-T e mirë. Po. Ajo Kosovë është. Mirë po, ma den sola më e di në ato këtë gjë. Ajo valla thash ma dha thash, ose pe marr se e komunion e pe shumë. A pse bë fort po duket. Unë nuk shtas pja kthej hiç këto. Hiç le këto. E mush me ujë. E mush me ujë as atë. Eve ti boj çam ke buti javën e kalume. He. Që po të taj kënu vajle shaqin, se ako mojtë, më të ngu në të një. Ai të ngua? Anez e kom vrejtën, qëfar, na, tham javën e kalume që Sabria. A po ato që ta qoma I gazet. A po shkrujta mirë me man, I lirë shaqiri e kom emrin, që si ati ke emrin. Kom një tribanesa në Amerikë, po ma lishi, po të Desh ndima emrin, më dhe më të di. O të që tash s'pan? Ilish, për nënat e Ilish Shaqiri, që ashtë? Më të këmë thot tërt? Na, jo. Tit. Tit. Për nënat e Ilish Shaqiri. Atë javën e kalume thash, atën që ka pasu, kom babe, amo, hanes që t'javë, e kom fillit që shdohet. Eksakt e njëjta më kanë ndodhur dhe mu. E kom fillit edhe hanes tash që dije, mas por që njës për teksteve, qëfar tekste ka pasën, që shumë do më thonje kam pasë. Edhe nuk e ka lullu dhe qaj, po ka pasë një farë strategjie ka pasë që tekst. Tani, për qëfar kohë ka knuaj, qëfar kohë gjendje u konë Kosova që atëherë, qëfar gjendje qëtirë u konën shqiptarizmi që atëherë. Tani, paramenoj ma njerës gurbeqarë që u konën, qysh e kanë rogë qëto fjallë të Ilish Shaqirit atëherë. Për toge be I ka qitë, man. Adin, I ka shtibe me kajbe. Adin, që ky edhe Shkurte Fejza për shembull. Që ta ju konë që me fjallët kanë rogën në rëtë somës edhe I përmallu për vendin tonë. Kjo ka bo shumë buj mora fjallë, normal. Mora për shembull. Ama po që aty do është me dalë. Mës të këthemin në shprehit vjetra me ndërprej njëri tjetrin pa nevojë. Në fakt unë ndërprejta, po njëkohësisht kërkoj edhe falje. Kjo, ama kogja vonë ka dhejës që kjo mora fjallë. Para në që sa është. Nuk është punët e mora fjallë. Jo, veç si shambull e mora. A që për më prejk mu gati se shumë a shumë edhe pse mu kam su vejshë me këto është Qka ka zogu që po qanë, kalon shpin, kalon vatane, kalon motra e vlazni, e në gurbetzi. Pa e dhidi kur me tekst është e pa mundur. Që kjo, ose po sa që shqiptar me sy, tanë Kosova është aty, mua prasin gurbeqar e kam e që tu për shemë, vish para me nëje, je kun gurbeqar atërë, sikur që ta shte që ke mujtë me shku çdo vjetë, po je kun 5 vjetë, 6 vjetë, 7 vjetë, sans këti të që ato buqë. 7 plus, man. Ka 10 vjetë se më konë njësë. Kam prejkë më shto fjallë atëre. Edhe komercial, edhe nuk në konë komercial që me thonë kanë shqitë dhe kanë bupare. Ta shpo këtina pete Ilish Shaqiri. Ilish Shaqiri dhe mas luftës, nuk u konë konktar komercial që ka shku në ai nuk thirë në dashtë, man. Po më në, ka zonin, ama nuk... Ti menon gjashtu? Unë, nuk është për dashme. Unë për më në, nejse, është Ama se keni kur tuknu. Ama është këngëtar me shkollë shumë të lartë, apëtën kështu. Tani e ndëgjova një të Klan Arena që e ka pas një live koncert. Tha shka, kej nivel tjetër. Pote. Aten me orkestër, me... Qaj e bësh, man? Kejt live. Qaj është? Tani e analizuva një qëtë fjallë, qëtë kongën që e ka pasën, që e knum javën e kalume këtë erdhi dita e pavarësi. Ajman, qatë kongë tregim ka kalzu. Tregim dhe? Kejt. Nuk ka veç kongë, po është rrjedhë historike. Adi me gëzomi, tani këthejet apet e që kena heken, edhe apet po gëzomi tani. Po. Adi që është e jeni dita, tani apet bjen apet. Tu kem bjelu. Do me thonë, lavdi dhe shmorve apet. Që aty për do me thonë që
e kom njoftë Ilir Shaqirin, e kom njoftë si këngëtar, e kom njoftë si këngëtar luftër patriotike. Kurse ki fillit. Kurse kom fillit dhe veç më thonë në Zhapo Ilir. Po sa i nangon, edhe Korab, Ja, i Korab. bot fola babit shumë. Se dhe njone e kish kru, tha. Greja faqë një derë kështu, thoj, baba Ilir, faleminderit për gjitha. Korabin Amerikë. Jemi, po e I nangon një prej panesave tina. Veç të ishte një më këthyje se me ta si më bërsh më dok mu ka dole. Kepe qia në onën. Ja, mi shpak se në me ma Lujt dhe kënë qia, që tash ma ndut edhe Ko, jam... break up. Ku ke të thonë? Unë e kesh të dek, po tani të dek. Po, e që tëmë. Po qa ke të kalzu? Që, ndish të isha me thonë njerë që me të javën e kalume, borç, me ceke njerë që o koni njeri i madhë për kombin shqiptar. Iliri? Po, nuk më sto më konë, se është alë gjalla, mo... Po. Të që të që pjesë oj, duke mjenu... Janë një do zona të femra, si korë kështu. A i një që do zona man, që ata zona të njëjtë janë, që pej në dhejtës, pej 2000 apo. Që ato, i ka rritë. Qaj zo është që të sabre filozofi... Sabre filozofi am njite. Sabre fejzullo. Naj. Që këzo është? Po, qaj kora është? I më lënë që shumë konë që me di kusho që kjo femna. Aso jo, na. Trejan. Jo, mua mërmenja që o vish një, ama mën mja përsërit zonin, më tokë si më konë 2 3 janë edhe njona për që të më ka emni bukurie. Po, mos pënon furë. Jo, bukurie. Me na qeren furë. Veç që e ka emni bukurie. Mos pja qëllona i ka. 3 janë edhe njona për të më ka emni bukurie. E qysh me konstatu të? E po tash të. Që del apet? Herë do kur do nashta del që kjo do të del, kështu s'ka ditë. Ka më bo si Simpsoni, kemi po. Ti a futet, kam ja qëllu shumë sene. Po, si në për ato vrasje që dhe që ka dimni. Kujna të vrasjet. A po, kush kishon ngër burg 24 vjetë. A po, a? Se prita që e din që informacion. Sa të mora vesh. Porzit! Sa të mora vesh. Qa, bol mire ko? Po, mo. Po, edhe në qaj mo. A e po? Jo, që veç e realizohet qka, e zune me kom kështë, Ju, a me roke. Voli. Pasha, rap dhe këmë shashtrisa. Voli ma kazëm. Mickoj ke për ata që se po. Pickoj. Pickoj, po se mashkull ke. Pickojan. Pickojan. Janë 24. Po. Mire ko. E kom pas njonin man, o qysh ma livdoj ke bre. I asaj one. Po lokalist. Po lokalist, po më se livdojt rrugat që mbe kriminelin. Po që ta e në lokalista, man. Ate në lokalista si këshyrin që të sene. Me rëndësi që qaj tipja ka qitë në zonën venit vetë. Si për mi, si për keq. Pjar. Që dhe dhe javën e kalu, ma par javën e kalu, pjar të keq nuk ka. Nejse, me rëndësi, mire ko. Nësë është faj, normalisht. Po, iq nuk menje dyshoj që nuk e ka hongër për- dyshoj që nuk kanë faj. Nuk e ka hongër për qif. Tjetër, pe lidhime në ren me ndodhira Lidhe mineren. e javës, a ki këshyrë rasisht debatin mes, që mas parit e cejkë, unë s'jam, dini, unë s'kam qef bini këto sene, po ti ma përmena dite Liri Memetaj, edhe thani unë Ramizin a kështu, e kam pak si në qef kur të më del në për Instagram do pjesat shkurta. Apo në roke! Lujti! Qfar super interviste, qfar debakli haveri ka bo Ramiz Ladrovci, Liri Memetaj, aja adër ju më qënë Po më në leprita? lepri. A i ki këshyrë? Ja ka, veç kështu sena. Ja ma më 2 A mu ja la që temen. Që temen së në hek më korë. Nuk po muj me paramenu
që është Ramiz Ladrovsi qashtu, qysh u bo që aty. Se ja nuk e kom gu kur njetë ma shumë se 1 minutë. Asë që Liri Mehmetaj s'm ka ra. Ja kom po ftyrën, m'ka dole aty, tu qaravesh, ama kështu tash me ngu ma gatë se 1 minutë, asë njone s'm ka ra asë njëherë. Veç m'ka habit Ramizi, ja. Nuk ka bati hova që pas, man. Kun, man, mës me mujt asë një sekund mja zonë bishtin dikon. E pa mundur. A dhe pregadit gjithmonë nuk unë. Për lepër, tha, pëse më thu lepër, as di u janisë më nervozu, a i tha, jo, nuk thash lepër. Thash, a e din që kom thonë, leprin së në nxen me kia. Leprin, ty, leprin. Po leprin, po, nuk thash ty. O ty. Tani, mas pare, po, qaj far audio inqizimi, man. I prem është. Ky 100 herë tha i prem. Po dhe, a i tha, nuk është i prem. po pitina o dalin. Pikojna. Ky e ka një piq atyve që e ka qitë që atë audio inqizimin. Ky vetë mi shumë. Po është me një farë ekipe për mas që i ringotë. Që e voksi, a ishë më do kanali vetë. Po dhe qashtu, po ky e ka qitën. Po. Ti kofsh, ka që në nëshim që për i vëmon vetës. Që të mërë kejtë audio inqizimin për? Po jo, po ky se ka pas, ti ja kanë qu. Kushtë e ka qu për lo? Po tashti, burimet janë anonime. Amo, që une nuk marrë qaq vesh, man, edhe me nisen, kur nuk marrë vesh, e që kjo është problemi që neve na i shesim pordat. Për nisen, unë jam qashtu që, për nisen që s'marrë vesh, që të më thuish, se s'jen rrjedha. Se s'jen rrjedha. Po. Ama që ty, kur tha, nuk është i prem, tha se na i kena në shtim program, edhe i kena po që s'është i prem. Tashti, unë me qaq pak dije që kom, me audio e me video, mu i me thonë që leshin tem mund me pati a u prej që ajo as u prej. Sepse, vesh nëse ka në i farë kupedion, në i farë programi me AI, kupedion e kibernetike, diçka qa thajshin diçka. Po nuk është e kuptushme për mu. Pse? Se man ajo, adin kur je konë të one për me bo atë farë trailerin e sene, i ke pa paka shumë që do kënë senet. Audio inqizimet janë val-val. Po. Ti tashti, mund gjithë shka me qitë aty. Mja shti një ma nalt, një ma poshtë, e në fund del përputhën një tonalitet, po përputhën. Po në moment që e bon ti save që ato, ose e runë si projekt, ajo masi të render që ato vali ban me një, dhe me thonë nuk mu me po ato dame që i ka po. Qashtu, kur bo të render, kitë që ato që ti pos shkoll, që e kome njyra në shandalume, qashtu, kitë ajo komprimohet me një. Qashtu. Ti tashti që ato e shtin për shamë në telefon, ose e qetë në portal. Tashti që ato ti me ko, me shtin programi s'mon me të kalëzu që ki shti aty, atë farë, kat ato farsenet, pa e vesh ta qetë random. Një tonalitet. Shirit, po. Edhe e ki aty vol. Po. E që aty ti s'mon me dit, është e prejme, së është e prejme. Sa i thëjke, ja e kena shtin program, nuk është e prejme. Lirimi. Thëjke kena shtin program, nuk është e prejme. Ta shte unë nuk e din ashta ko programe speciale, ama me qatë dije që e ko pone, nuk mundesh me po që është e prejme. E para. E dyta man, që tashti me AI, leshve të bojnë, ti aja reptura kitë që ma ka thyja atina e... Hajtë të thuje, hoxha, aji hoxha, kjo hoxha i njëfshme me man? Krasniqi be. Shefqet Krasniqi? Po. Që e ka ato një të repovaci të paki. Pore. Jo, si të paki. Okej, po. Hushat që, ha? Po. Tash me pedi, kete vës në rrugë. Ki ta i këtrunin. Po. Ti thu që për një mes zoni i tina është. Tash ti ky Ramizi nuk tha që u bu me asi. Jo. Ama tha që nuk është ashtu. A i tha gjdo fjallë që aty, unë e këmë thonë. Ama tha, jo që ashtu që është e prejme që aty. Kur kun man, parameno qëfar, që aty tash të kuptova pëse tha e ki të losum Liri Mehmetaj. Unë po të kalzoj se këmë një kur ma herët, të full ma gatë. 5 minutat e para ja nis ky me fol. Edhe kallzon, po se pyetja ky Ermali tha pse ja gjete momentin që tashti zgjedhje me në fushat me asi këto. Ky tani shpjegoj ato far që më thon ato rregullat edhe ligjet e gazetarit. Çato 5 minutat e para thash, në të folme e vrejta që ja ku ka po dike diçka. Po nuk ku ka bash asi. Po ja fot ka asi gabimi. Po dike me fol. Dike me fort, okej, interesant pas ka mu bu. Tash ti ketë ato pyetjet që i ka shtru, unë e menojsha,
Ja, s'ka shans Ramizi qëtu Mu me do mu përgjigj, po me do Vesh të menu e nivelin e folmës. Po, thësha s'ka shans, bashkë po më intereson çish do më kry që kjo. Ky knej o deket o keshke, u pake. Se Mercedes man. Po jo dhe ke kom për çdo sen përgjigje. Lujta. Dhe këtë përgjigje ti ka thënë. Qysh një herë ma nuk mujti, edhe që aty e posh që çfarë debati dopt ka bo që ky lirimi, se ma unë i këshyre atë për shembull jo ndo youtubera gjermane, amerikane, ata profesione kanë, për që sene, mi këshyr njerë që po debatojnë. Po. Tani ki edhe teknikat ndryshme. Ti Ti teknika ndryshme thot qëre, ky që tashti nuk diti që të mu përgjigj, po këshyr tashti me whataboutism, me ta sile, me ta ate si shikus, thu ka që i buni, ja? A mo vish pak, kjo mësohet. Qëta politikanët e fortë që janë, i mësojnë qëto sene, pi përgjigjes me dojnë pyetje të kundërtën. Një për qëtëve që e kom vretën, që e ka në dorë, është një për qëtëve që tash në debatet e fundit e kom vretë, është kë Albani i Gilanit. E kam mësu qëtën. Ky që i ka thonë për Skandala? E kam mësu qëtën që nuk përgjigjna po të pyetje. A dhe të ikë përgjigjes, po të pyetje diçka tjetër me çaton, e kush është tani si moderator i fortë, i vren çto sene dhe kthehet apet. Çto do të më dojnë. Shumë debat dopt ka bo. Unë nuk e di është gjithë çashtu, a veç ja kanë zonë keq ky lirimi është katastrofë zotit. Ky veç për me bërtit. Po, ka kryer se edhe tash shkruajnë të sene, po. E ka shkoklu man, e ka shkoklu Kate. Ramizi ato, po çdo sen kishte përgjigje. E unë nuk më u kop në sen e palidhje. Jo, a thon njerën e Merald, jo në zyre. Tha, po ka dalë, tha ti s'më le me fol. Jena ta ku një në zyre, një në Merald. Kur dush kallzoj cilat fjalë më thonë në Merald, cilat fjalë më thonë zyre. Edhe Kate dike man. Kate dike sakt çka ka thonë. Ju kapshin sen e palidhje dhe ke. Sipas ti, a ka me dëmtu që kjo Ramizin? Më me që kjo. Hina në komente veç shpejt i shova syt. Ken përmi 200 komente. Veç 10 port, shpejt javë shova syt, Kate ken Ramiz baba e ki që montu e ki asi. Që aty më pëlqej që e kanë... Lepra. Po. Që aty më pëlqej që e kanë kuptu se shumë mediat man mujnë me të anu, pa e ditë hesh drejtojnë që ashtu shpuki qef. Se ti vesh mini që ato pyetje që ka po lirimi, ti thu, ku po të mi ikë, se ke e kishti, ti pi thu këtina ozorpus, që shpi thu ozorpus. A i ka thonë, ka me qitë në gjëtë që më ki thonë ozorpus. Tha ne të më qesit, pësë më ka qitë. E thirë live telefon. Po, a i ki denoncu. Jo, nesër, jo, të marë, thonë kësmet, a i këvish keshke, dhe ka ne anë. Kom. Dish mos tani. Për çdo sa më kishke. E çaty un pëlqej, edhe halo më shumë ka një zemër Ramiz Ladrovci. Edhe pse hiç me kuptoj be man. Pse është në PDK? Jo man, çere, e ka arsye të vetë pse është atje. Edhe është çere man, me nipit folmës, mendon ti ku e pas kanë gjetë këto. Ma se ti më fol pak, ajo kon çaj që thoj kjo, u komre ambasador në Shqipni, e thoj ke sensi më shafesh. Pamne, nuk i kuptoj shafare. E kanë kuptuar Ramiz Ladrovci, që si kanë kuptuar, këta Shqipni çfarë thojnë. Vllazëri shqiptar. Amo apet o met të qyshin kry, tash nëse i ka thonë ashtu s'e di çfarë konteksti, në çfarë konteksti ka thonë. Ama çato fjalë apo ti jesin 2 milion as janë pak a 10 milion kjo. Çato fjalë ala më kanë metin. E ka spjegu me një audio jo valla video që zëm gati 20 minuta shkon. Po? Këtë ka spjegu. Okej, çfarë se po. Tash ti, unë desha me kështu po më dok tani gat, valla lash këtë. Se din. Po ama po ja besoj man se çato. I ka zbërthy çdo temë ka zbërthy çat sidomos audio nxizimin e ka zbërthy pse çysh tek anë kënej bërë. Shumë interesant. Për më këthyte që thotë të Liri Mehmetaj. E po ta pardje një diskutim me një koleg të punës. Edhe a i tha, njëjtën tim tha, a po, thash, qërë thash, ose përgjësi që të debate, thash. Kine fillimi përcjellësha me qef, por tash anisë më shku nerva, thash, se dyqysh më bu shumë au, adhe në s'po ka nivel debatit, hiq s'po ka. Nuk po ka një farë nivelli që me thonën shkallë s'kebe me fol pak, adhe me fol pak me një farë nivellit nalë, se jeni politikana, mos po një bërë rogaq, por që ata jeni zgjedh, ose po do një mos zgjedh, se jeni pak ma të shkath. Por rogaq... Kini përgjëtësia, man, kini një vallore përgjëtësia. E thash, tani kur pishoh që analista, nuk po du me thonë që kita analista në të këqe. Ka vetë mirë, po dyqysh shumë me po lidhen qëta analista si mercenarve jo mboje, dyqysh me përcjell një farë interesi politik një partijës tjetër, adin edhe po gjunë një tjetërit. Po Liri Mehmetaj është
është i shkath, nuk do më thonë që është i paft. Po veç ato më interesu ka ja ka qi lopsin. Edhe, po edhe ai mercenar është. Ai është mercenar i një partisë caktuar dhe ditë më. Ai po vret për kanë të luftu çaj njëri. Tash e thuj ke ai, çaj kolega i punës, pse më bolli mirë është. Boll çapi apla zemrën juve. Po thash po, se çifti tonë i pëlqen. Thash çifti jot, dhe i lini me metaj, mendoni sa më gjumsh më buni, çaq mirë keni. Të më thonë, ju nuk punoni me fakte, po ja nisni me bërtit edhe mendoni që ajo bërtit me ju jep juve drejt edhe keni drejt çaton që jeni të thonë. A më nuk ka çashtu. Ani bashkisht është ashtu. Ky në tin tash ky mendoj që po pse po fol tash kundër pozitës. Nuk e kam. Nëse i zen çka ka bu pozita ç'tashti. Ke bështin në burg, zini more, zini. A më bën edhe fer edhe bën me kallëzullë çka kanë bu këta të tjerë. Ç'ashtu. A më thë që tani më tha po më ju po jetoni veç në kalume. Që kanë këthy lojnë që tash, për du të me kështu të pare. Ani për vlo, pse se qëtit kandidatin e aftë, pro? Unë jam për kandidatin ma taf që është që tash për momentin. Kone patët jo? Të ke Betri Hamzën e patëm na. Pse se o zgjadh Betri Hamzën? As venin e dytë sezoni. Pse se o zgjadh? Po tash, s'ko kon kandidat i aftë. Vje keq. Tash, unë nuk jam partijak, nuk jam kon kur, si cilën partije ku votu njerë. Përveç AKS. S'm ka rasti. Si cilën partije ku votu njerë. Kush më ka duk ma jaft e kum votue. A hala çashtu jam. Ardian Gjini është i mirë. E AKS. Gjakovari. Ata e di më mirë. Është si me pas vlla ato. Blendi Hevziu. Po si Astrid Raqijeve ç'është më çmon sa ti. Ardian Gjini, di kush? Po ky. Nusta. Po pedi. Po si Blendi Hevziu. Po ja kiçino po. Vetë. Njëjtë. Mirë, po veç po duhem shëra ne çetan. Nuk jam kundër analistave, ama nuk mund më konë një lirim e metaj, apo një shkollaj, aso që kanë emna të ketë, nuk mund më konë analist i gjithë shkajt. Në Gjermoni, veç ka një kom qëmë në krasu debatet. Në Gjermoni e ki një emision, që i ka analistat e vetë, ama e ka për si cilën fush analistin e vetë, i cilë është... Po, një për gjithë shka. Kur të mbjen mu, lirim e metaj, mu shkollaj, analist i ekonomisë, analist i politikës, analist i politikës jashtëm, analist i nuk mund më konë analist i gjithë shkajt, man. E gazetor është, nuk është analist. Ani, se analist po del aty. E që kjo po më pengon pak. Që kjo dhe ka qu qatë shumë, që populata ja ka marin atë që me analistave, që e kanë votu e një parti përmi 50%, cila është keq për demokracinë e Kosovës, për shkak se e ki një opozit tepër dopt. Me pas një opozit tepër dopt, është shumë keq për vendin se s'ki kundërvajtje, nuk ki që me thonë, Qashtë. qysh e vendos ti, qysh qohet bën çka dush. S'ki kur farë feedback i kështu kundërshtar. Feedback se ki man. Çfarë sa është opozita e fortë, çfarë më konë opozita e fortë. Unë për veten nuk jam gëzu kur e kam një që e ka marrë një parti për 50%. Nuk është mirë që kjo. Se nuk i opozit. Edhe kjo opozit ka flajt 4 vjeç tash. Bravo. Shumë mirë. Pse s'po shkon ti man? Ku? S'po shkon te Ermoli. Jo, ata më shkontojnë. Ja, unë me din tem, se unë tani hi aty, edhe kuna me shpion. Atë nisi me shpion. Gjun kemi këti. Ja, qëre, është i thati pe i treti politikan që e këngu në ere gata dhe që këmë thonë që paska kultur debati, edhe përgjithësen paska përgjigje, edhe po vreje që nuk është dallavergji, po unot me kry punën e vetë. Okej, po. Faton Peci, shumë ka pëlqy. Ky u konë, Albin Kurti u konë të këta, që pa taj podcast e me që u shduk, që janë nënën. Te këtë Rjedha, po. U shduk. Kur mo, trap, s'di kush jav... Janë zeri kush jav qaj zarfën e zite shpija veç. U shdukën. Që aty më ka pëlqy, adin veç biseda me man, biseda më kone mirëfill, me pos pyetje normal, edhe përgjigje normal, me lonë, me full dhe në fund. A emision do shumë pro-qeveritar. Edhe që bashkë u do ke që pro-qeveritar është e emision. Nice. Edhe Ramiz Ladrosi i treti. Qëto trija që i këmë këshyrë gatë, nashta ka dhe tjerë, po si këmë këshyrë. Qëta që i këmë këshyrë, edhe i konë për mini orë, konë. E që ty më ka pëlqy. Sidomos Ramiz Ladrosi më ka tranu ketë. Ketë më ka tranu. Kam i shpartalu, man. Po më shëshu. Kam i shpartalu. Kam i qashtë të zjedhe. Kam më konë hira e parë dhe rënasë që në kam e ka pasë për të kë. Ketë më ka lujtë. Unë atërë me nësha që adin që vish për unot me katunarizëm, që qysh hajde e më bo simpatik. Ja, ky veç për me halali po. Straight njeri. Straight njeri po punon,
Kejt si pas... Bravo i kovë. Ama një kazë. Ama qatë ka ci. Kazë ma qau po. Jo, që di tash se ku më përcjella, mo ka dalë me vite e rënë komuna më e suksesshme e tina. Po, tha, 7 vjetë tha. Vite E e ku rënë marrë një varë çmimi. me vite komuna më transparente në Kosovë është. Do të thonë që këtë hapta si çeça po boç atë. Bravo i kovë. A din ku ti pati Tash hapë. kjo është kjo kjo është- është kandidati i pavarur. Po, kjo është edhe një herë, a din po mundon edhe një herë me çet audion qezimi me urdhzu, edhe një herë me pas një far, më or pak era që në një bilen ballotazh, a vëdet qysh. Mos me fitu po ballotazh bile po rasmi, a vëdet. Po asaj se e ka punu be man, e ka punu edhe e ka popullatën mas vetë. Kështu që se aty si ani se ka gale. Ja, ka dashur me shpjegua një çfarë shokon puna, mos më alon bash ashtu edhe kë me kismet ka me fitu çat fare. Çat fare betejë. Interesant. Tash ti pina katë qëllu? Se... Sa e këmë thonë, s'kam qef. Po ne tash janë aktual temat. Po lidhëm, Po, po. okay, po. Po i besës po dua den as me kritiku, as me anu. Una, që shtot i porzit, për kejt jam edhe për as njës jam. Veç i veni bene të shkot e para, të një ditë e mirë tha, qysh bes kem gjendje një herë benone me bashkëpunu me shku të para, be. Jo. Veç me po, adhe një qëllim me po se cili, veç me shku të para. Jo, apo jom unë që aty apo është ai tjetri, jo ky s'bën një, ai s'bën një. Se të e kuptu një sen që kejt me çdo far debat, me çdo far përlame që na të i bu mbrana venit, Veç përçarje. Bina të e përqa venin edhe jina të ja lujt karta shumë fort Serbisë. Ata gëzohen me çdo sen. Gëzohen se na pi mbrani po përçami. Shumë keq. Po. Po, ta me të rejti shka. Po. Po se harrova me shkrua me pas na mojt men. Qa be man puna e qtyje pastrim kimik? Qa, din, ajo në teshat kur s'jom kona, kur s'kom qu kur gjote. Ai qana ty teshat që janë shkrume me kimika, pse e pse kimik? Po man. A din aty Ata nxonca që koni qojnë aty. nxoncat rebela, drejtorat, Po edhe doktorat që i lojnë kimika. doktorat që ai ke po shkreti bojnë këtu man. Aja gruaja sonja hek në shpiç ato. Do të më shumë pastrim kimik. Pastrim. Edhe atë emni po thotë të pastrim kimik. Se fëmijët e shtëpia merr shkryje. Gjalje, çe tash do. Ç'kë mërç i fortë i shkollën. Po valla, pastrim kimik. E edhe me farllogë kështu mund të nxjerr me shtan. Sot i kom pas do ide. Një kimik me një poçovë, kështu pastrim kimik. A dhe me kësinak. Këtë voç atë. Ja, edhe sot rastisht më ka menua për punën e mërgjit, si shkon keq vallaj man. Ama ti normal që sën e nisë mas pare, do të mi kop do parë në dorë për me startu. Dhe me thonë ti dush minus me hi për Me do një plus. për mos me ditë mas pare, ata bejnë e kush ajo. Kështu që pyetja është që tash ti, në fakt pyetja jo, po do pyetje me shkruan në komente, ju kisha lut sa më shumë, edhe jo veç të punu aty ai tangoj edhe ta jo, na le punën që ta. Bën me 1 minutë me nal punën. Na le pauzë tap. Po. Jo neve, Po, jo neve. Edhe po më intereson a kishi pas për me shef? A e kishi ble? Ama normal që nëse ta thash pa. Besoj që kena ideja interesante. Edhe jo, që më thonë, jo si që kjo çto që i kena vesh, man. Kjo është atë si më kon na i duk për punëtori, edhe në kështu ndërtimtari, në llogon që aty edhe u kry. Për çfarë më thonë? S'kan bëj kur gjë kjo me ato. Valla ma nuk më kallëzu që kisha shkruan që gjepen njerë. Po që sene. Edhe, a di pse tash më ranë me pse. Njoni kishi është që na këshy rregullisht. Këtë rastisht dhja shë gjeta, se normal komentet e vjetras, në videot vjetras do të më himi lypër me kiqit. Kishi e kish këshyr epizodën numër 16. Edhe kish shkru, respekte, se më falë të harrova emnin. Majmon, qa me po? E kish shkru që e ka këshyr apet mas 6 muje që të epizod edhe ish dek të kesh. A thash, a di qka? Bashk për këshyr edhe one. E jom dek të kesh, man. Pasha, Cila fa po kontra? dole ishte të jave. Se? Ti ki këshe lujt. Emre? Jom dek të kesh. Dhe epizodën 16, zdijas, për developerave man, qa episod. Aha, epizoda developera.
Po, aty shumë pak u kon tema e developerave, adin po u kon epizoda shkon koqa e fort. E që aty kena folë, më skofsha ka bërë në ngova dhe një tjetër, si di cila ke, për mërqë, që aty ja nisa me menu, valloj, si shkon ide e keqe. Bele dy qysh mu monetarizu që to, se apet njone, po lidhë apet në koment që e ki shkru njone, halal jo kohë që çdo javë po qitni, që më punë një papare. Po, jo, tha, edhe pse audiencë e vogël, tha, apet po që njerë o merë atë në kështu se... Audiencë e vogël, dikur. a mojna dosta, na e mojna një tjetër. 500, po. 500 harit. Po ti vesh bën e merë me shku tash në teatr, man. Na dy, me bo live një herë podcastin në teatr. Si të bëhet me pagesë, man, kërkush. Kush, po thua? Asë gjysë që të si kje. Ani dhe që dy poteza tash piqesëm. Ajde. Që tash ti, na një kejt edhe shkrune, a kishi ble mërç të isha qarta, ma i cert. Doks të mirë, jo kështu, veç hajt me printu t'i shka dhe u kry. Po, mi bo mirë. A i kishi ble, edhe nëse e këshu bo në herë një paraqitje në teatr, live, a kishi ardhë... Që këtu, bëjë se krypër, në farë. A kështu ardhëm. Po, a kështu ardhëm. Që kjo kon një për ondrave të mija, që e kom pas në herë, që nëse dhejës që kjo podcast. Që kjo, nuk kom dash me bot ashte komercialize, po... Në bo një tura? Një ven ose dy vene kësha pas qef me bo një live, edhe me interagu me publikin. Që kjo i shkona e farë, a nuk t'ja vëgju mikrofonin publik. publik? Pa pari kësha lorë. S'pëdu me bas pare, për që se. Veqa interagimi. Bash pa pare, s'kësha thonë. Pa pare! O milioner, shpirto kë. Ty veç vjen këto si boss. Se miro, pëse, ja. Minus jam pe ditës parë që tu, kjo më dhe kanë këto babane. A mo je artist. Qërman, po këthejme apet, se i le Shaqiri. E le Shaqiri nuk ka fitu komedi. Unë si kom tribanesa në Amerika. Ok, veç pak. E le Shaqiri nuk ka fitu komedi sa parë për qasaj. Ta merë menja ty. Si kur Mamot Ferati, apo Meda. Ty vesh menja ta merë. Nuk e ka të farë fitimin e tëmve. A mo kalon shej artistike, kalon vule artistike, man. A dhe marë so koncerti i bojmë këta në për Gjermani më zbaj gare. Lete për ato letë koncertet. Që shmore Dhe le. mëse krasa vetë me le Shaqino, me mund. Ty janise. O lesh. Qa për do këtë vetja ty? Këtu, apet, a përshef, ju më bërë begi një fa politikane se ta këthej lojnë qështu, a përshef, që? E qaj të dosh me thonë, ti tash ti... Ping-pong luj me ty. S'ka nevoj me fitu pare këta, Ashtë herë talo. Man, nuk është kur gjo, me pagu 50 euro hymje për me një teatr. Qysh? 50 euro së në stuja. Hale të hajt, Se ti... hajt 3-4 loje. Ti... Po të jesëm 2 euro, Asi për loki që të mu mi lyp. Ku i të shku? Të shme pagu hymje. Edhe ata zërimi që vini, shti me pagu hymje. Ku ti, a ki pagu, Edhe në fund 2 euro, ma në bërë se stadion. Që ke shkoj? Edhe nëse je fmi, mund me hi me një të malë. Si stadion atëre. Po të si stadion. O, a gjatë vive me ty. Po, tash ti mos likëm temës. Shumë po më intereson, definitivisht, edhe nëse pak na keni hatrin, edhe ju që jeni shikus të qetë, shkrune, Please. shkrune a këshjar, me na këshyr live me na i teatra ku pëdione, ose në Klan Arena. Veç aty i zën 500 veta. Që aty të bo menqe. Këtë vi. Po, a gudzoj tash me një nis me temës tem? Qarë teme? Patriarkati, man. Lebe, fa patriarkati. Mutin të hongsha, në full që më këtë. Po veç pak. Kush jena na? Qka? Na jena filozofat. Po. Apo? Po. E kujna mi dhe una logari patriarkati, patriarkati. Po te, qka në më shtini më pregadita të si morç. Ja, Ondra më të po patriarkat. Unë pëlqej që hipotezi i ati shoket tonë Qashtu kam ja bua. Qashtu kam ja bu edhe... Se tha, diqka, më mgu mu dha, kur tha mos e qeni që tema, dhe gjithë shtyne që më thoi, tha mos e qeni, mos i jepni, tha, hapsir dhe patriarkatit. Aba, jo të menu për një me, e bo në dhënë me, po qanë lishim me thonë be? Që mu të me bo? O, ashtu. Të mira të këqia, nësë jena këto feministat mi qute nojtë. Jo, sinë. Pelona. Gjujgjat je mos perde. Ja, baba, mos e pregadita s'tashtë. Ne, hajt. Mos e pregadita pe folit ashtë. A e din sa e këna njës?
Po, Sa i kena po? çata ta shpi pak si refa. Ta. Sa i kena po? Vallo man edhe 20 minuta e kena. Mos. Për mi bu një ora? Po. Jo, bë. Edhe që kja gale që ty. Edhe në fund të bëj, shnash me konë. Jo, është pak man. Hey, a e dini me pse? Ishtim begi e koklavet edhe begi e filman. Që tash na jena meshkuj, tash është problemi që po do me gjujt pak me gur ndaj neve. Mirë po, Qëto be bojnë vesh hatri që tyve... që kanë shkruar, dhe mos bona presnjak. Po. Bomi pak ma open mind. Që ma çka është patriarkati, për do të më nis pi fillimit. Patriarkati është sistem shoqëror i cili e ngrit burrin mbi gruajen. Ky sistem Ka sistem kontra? ka matriarkat. Bravo. Thash më nështë aspedin që do ta kësha shky. Ja, ka matriarkat, ka dhe sisteme ndryshme. Geja triatrata? Lesbia trat. Tash ti man, ky sistem është moti. Me mija vjet. Kaja ka nis ky sistem tash ti. Atë se bikum hi begi fillit tash ti. Këtu një herë tash po nis na pish shkencëtarëve. Këtu një herë man njerëz kanë hunger për sa kanë jetu për sa të nesër. Çata që kanë pas sot e kanë Si hunger. sot ashkalit. Sot për nesër jetojnë. Qatë pare që e kanë, qatë e hargjojnë. Si interesant që ndonë nesër. Fakt është. Okej. Aba ata kanë patriarkat. Gjithë. Edhe që kështë të thonën, ndërprej me një ta dhejë njët kaldërë. Falë. Kuku. Po ma hup fije, man! Falë. Ja, pëshon to e hupa këtë vish, pa po. Kanë jetu për sa dhe nesër. Do me thonë, sot e kanë my qatë far gjallese, e kanë hungër nesër, do të me këshu qa me bojë. Do me thonë, dosh edhe burë edhe gruja me dhonë zarë me gjithë diçka me hungër. Mi po, me... Kështë e ka mytë? Po tash ja burë e gruja është pa ma parasysh, ama të dy t'jën mënue, por me pas diçka me hungër. Me kalimin e kohës tani ka ardhur blektoria, ka ardhur bujqësia, edhe e kanë punu burrat, se janë pak më të fuqishëm, e kanë punu tani blektorinë edhe këtë farë bujqësinë, edhe gratë kanë lënë shtëpi për më hungër me ato sene. Çka është blektoria, man? Blektori me kafshë man që has. Po. Po man. Edhe tani hajt të heq, hajt tani erdhën romakët, edhe romakët e përforcun që tonë që burrat me dalën, gratë me nejnë shtëpi. Te i lirë për shembull, të na, nuk u konë çaq e sofistikun patriarkatit se për shembull kena pas edhe mbretëresh. Te utën. Te utën për shembull, u konë mbretëresh suksesshme. Nona. Që për shembull te grek nuk ka pasën. Kleopatra. Dhe kurve më Bravo hazi. ti të bëj, se greke ja, po. Mara dhe këta kanë pas një shtëpi. Kleopatrën, a? Ju bre, Athinën, a? Anastasia, se ka po them. Ana thënë, po man. Qyre, për me fol greqisht. A the kobe man edhe Grecia dikën një Jo, si grek nuk ka Kleopatra? pasën. Grek nuk ka pasën. Me din tem jo. Athina o konë, ama Athina o konë zotri kështu. Zotësi. Zotësi o konë. Edhe tani me anisi, me kalim edhe në fe, pa të një që, për shemë Zeusi o konë mashkull. Edhe zotë në t'i bëjsh tani kështu meshkuj që me kalëzue. Mos për mirë këta shambur, ta gejuca ishin o man. Nezide, Okej, më falë. ta shi vetit për shemë. Ku shtrihet ky patriarkati? Mas parja nis pi shtëpis man. Burri është mbi gruajen. Gruaja kur të martohet shkon te burri. Politik, më shumë ki për shembull politikana meshkuj, se sa politikana femën. Okej. Më falë, po ti Po, atë okay, këto okay, kanë kësha. Qatë mikrofon që e ki që ty, Po, kush e ka prodhu? Qata mërmenja? Shumë menove. Moshkull, garant, man. kinezi man, më dhe femën. E si kanë të vogël. O, a dire, është pak shembull edhe shumë i lehtë, edhe kështu shembull po shembull ke ta marrin. Ama fakt është man. Ki që të sene, tash normal që kjo sudesh ka qerë me ndërpresë, apet vje puna dhe që tu. Më falë, vazhdo. Nëse, që kështë të thonë, shtrirën politikë, shtrirën familje, shtrirën ekonomi. Në ekonominë atë aspekti, ma tash në Kosovë, pianismi asaj, kur në konvenon, e letësojnë pak patriarkatin në atë aspektin që janismi gratë me punue për shkak se me pas tyra më shumë. Interesi. Këtu tani janisa e farhajse që to pak pe na shkalojna për shkak se po na donë. Tani punizmi pe asaj, po e mira është në Kosovë që kjo është du të me thonë qëta, se si e gati kërkosh gati, ose si rrallë, me krahasu me Gjermani ku jetojnë ana,
zakonisht një fuqi punëtore femën e merr njëjtë rrogën sa e merr një fuqi punëtore mashkull. Kosova? Që e bën punën e njëjtë. A pe dina? Shumë më sigurt që e bën punën e njëjtë. A shumë i sigurt do çështë? Shumë i sigurt që. Ndërsa në Gjermani që për shembull, që tani është e keqe patriarkat që mashkulli për punën e njëjtë që e bën ndaj femrës ose me femrën e merr mashkulli më shumë rrogën e femra më pak. Kjo në për në sytë në karse tim çka më. Nëse bëjmë punën e njëjtë jep rrogën e njëjtë. Se bëjmë punën e njëjtë. Që ton për shembull Kosovë nuk e kena. Çka janë tash pasojat e patriarkatit man? Po thu që në bank dikush nuk e merr nuk ka ndonjë mashkull për të njëjtën punë që e merr më shumë se femra rrogën e? Nëse kam pozitën e njëjtë, s'ma më mendja. Po thua? S'ma më mendja. Okej. Tash gjithmonë duhet më nis pi pozitës njëjtë. Se normal që tash për nëna në kasë, kjo është menaxher thotë po më ky moshkull me rrogën më shumë. Jo, normal. Po zgjet pi pozitës më varë shikini. A nëse kam pozitën e njëjtë më mend që Kosovë marrin rrogat e njëjta. Okej. Pasojat e kësaj. Pasojat më njën që ju shkel gratë me vjet. Me mia vjet. Tash tin kohët fundit po dalin zona, po dalin feminista, po dalin edhe u boja far zona e shtypja u shumë e madhe ndaj femrave. Se do të më ditën atëherë më kur ja ka pasur far provë me patriarkati, me gruaja kanë në shtëpi, i ka rrit fëmijët, e ka kështu shtëpinë, ta ka po bukën, e burri u kujdesën për me dalën jashtë dhe me sigurue tyrat e familjes. Mirë po tash kohën e sotit, na edhe po dojna më konë patriarkat më konë zotni, ama edhe po dojna me pasën përfitime për grujës në atë aspekte që ani të letë të përna pra. Mirë po tash të du me më sila dhe për asaj që niveli i grujës me krahasum me vitet e kalume, valla ta theva ndroj dhe me zonë gjumë ja. Kete kunoca, vazhdo. Tash të më thonë edhe kërkesat e grujës që më shumë atë marë se që i kanë pasën para 20-30 vjetë, se atër s'kan pasën mi bo thojt, edhe s'kan pasën mi bo flokt, edhe s'kan pasën, më thonë, ajo fa shtypja që e ka burin ndaj për mi vetën, u bo shumë maj madh. Tash të man, që kështë të thonë për pasojave, a kom lexuar një fakt shumë interesant. Na meshkujt man, kur të jemi ekstremizmit, zakonisht i jemi ekstremizmit bomi rasista edhe bomi nacionalista. Që është ekstremizmi i moshkullit. Ndërsa femna, kur bëhet ekstremist, bëhet feministe. Ajo, qaj sen është ekstremizmi i femnave tani. Që është e shprejnë atë farë ekstremizmi të tënve. Një prej figura më të squra të feminizmi shqiptar është Zana. Zona që shumë e kom pëlqyer që temën halon pëlqej, po dyshim se ta përmend që temën del që njëri. Ja, ti s'vam mi thon kur Zana. Gjithë dush mi thon Zana Avdiu. Okej, Zana Avdiu. I bjen pak atë. Ajo është ekstremiste man. Ajo nuk mund më atë këtë poshta thot, amo shumë është në ekstremen. Është sikur një nacionalist që thot që raca shqiptare është një prej më të mirave ose jena raca më e po, atë dash diçka konto, amo nuk është e vërtetë atë që thot. Tashti normal që grati kena shkelë, mirë po duhet me kuptu edhe gjithmonë, tash po një për asaj anës tjetër, edhe çfarë presioni kena na meshkën mbi supat tona. I bjen që na Se kena let as na. Tash pa e gore. Knina për neve po pritet që më konën zoti i shtëpis, më konë asit forë që të mbron për gjithë shkajt, mirë më konë edhe pak sensibil ndaj grujës, edhe me ja kuptu botën tash. Shumë faktor edhe me këshyr fëmijët, edhe me një mu pak në shtëpi, edhe me siguru punën, edhe me bo aton, edhe me bo këton, edhe me marr pak kohë për gru. Do të thonë, ai presioni ndaj burrave po hyp njëkohësisht sikur shkrypet ndaj femrave. Dhe tash të jena me një farë kulmi të, ç'më thon, takozimeve burri ndaj grujës, gruaja ndaj burrit. Dhe është tash pyetja çysh dalmi pikë këtij sistemit. Unë kena menoj që ky sistem është më mia vjet man. Edhe që ky sistem na ka pru që të kujena që tashte. Mirë, keq, na shka mujtë më koma mirë, na shka mujtë më koma keq nëse se shikon se sistemi, mirë po se dimi. Edhe që thonë Amerikanët, never change a winning team. Të më thonë... Running system. Never change a running system. Never change a running system. Të më thonë, që ky sistem nuk mund më konë qatë që keq nëse ta ka pru dhe tash që me na që pozicion kujena që tashte. Mirë po, normal që ka, do të mjë përshtatë kohës, do të mjë përshtatën rrethit e thashëm thoe, mirë po, s'pedime man, tash edhe qërë tash për shembull më mirë është Disney.
Disney man viteve 90-ta, 80-ta ta kanë mësuar që ta kanë sistemu patriarkizmin man. Patriarkatin, ta kanë sistemu kryq që ashtu është ashtu. E tash të Dush vitet më konë princesh, dush më konë e bukur. çashtu, burrë do të koni fort, me do të pudh zhabën. Ça se sene, atë çtu të sene të kam mësuar. Me fëmijët ta kam mësuar çton. E tash të ju mbua si fal wokeness, e tash po dalim në atë ekstremin një tjetër që po ta shesin çashtu, harroj çka kena thonë 20-30 vjet. Që kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Amo tash po jeni pi ekstremizmit në ekstremizëm tjetër man. Unë mendimi jam tash, është për mbledhja jame është. Nuk mund më konë qash sistemi keq. Mirë po dhe në kosh sistemi mirë. Po të janis për asaj se tani edhe këshyra shumë, a ka rëndësi biologjike se meshkujt jena fizikisht. Që tu dashta, pe i fillimi e dashta me ndërprej. Fizikisht jena ma të fort se gratë, fizikisht. Ashtë e thujnë do, po, a më nuk është arsye të tepë kjo. Po tek që jena konë fizikisht, gjithë më të fort, u shtri patriarkizmi. Patriarkatin, falë. U shtri patriarkati dër këto mija vjetë. Po menoj që duhet me gjithë një farë mesi të tartë. Mos menoni që gruaja është sikur para 20-30 sikur nënat tona, që i kanë bu këtë sende në shtëpi edhe kanë shil gojnë se ato janë konë për shembull, ja ka mungu shkollimi, ja i ka mungu puna, ja thashëm ku po diun, ai vetë shpeka net, am visi u konë. Tash pi grave po dojnë edhe vetna, edhe më konë të forta, edhe më konë punëtore, edhe mos më konë vart pi burrit, edhe mos më konë vart pi gruajës, edhe thashëm tho, gjeni një mes të artë. Se fundit, po do të më animu një tjetrit. Nëse gruaja ka kanune, ne çojnë të punojnë vetë, ama mos e lë edhe këtë punë në shtëpi. Peça me punu, ne moja pak. Ana sjelltas çashtu është. Mos e ngani zonën, mos e ngani edhe këta ekstremizma të tjerë që thonë që gratë veç në shtëpi rrin, po gjeni një mes për vetën Mos i ngani zona avdiut edhe mos i ngani katonart. Mos i ngani katonart, faktosh. Gjoni mesin e art. Pashti, a e kryta? Po. Vazhdo nëse i ki. Jo, që më thonë që secila ka gruaj ndryshe man. Secila e din çfarë gruaje ka në shtëpi. Këshirët e thonat, edhe kisha preferu për me grave që tash pjë drejtu në pak femnave, mos lakmoni njëtë në asaj, thash, më tho, aja ka këtën, kjo ka këtën, tha këtën se e kom vrejtë man, gratë që s'po punojshin, shumë e kishin kanunin e nalt man. Kanë ko. Kanë ko më hungër. A gratë që punojnë vetë edhe lodhen, man i menojnë 2 herë apo do me investu me një send badi hava. Të lutem. Që ajo që s'ka punu, as në shpit vetë s'ka punu, kur o konë të baba, s'ka punu as të burri, nuk e din që me fitu parën, edhe nuk e din vlerën që me hargju parën. E që ato vëlloj... Knina shiten po dojna më konë, s'kom qef më konë një varë për burrit, kom qef më konë vetë, a knina shkon të lypë që ta pasonik matë maj që mi aplëcu gjdo dëshirë. Ama ka shumë edhe që thonë nuk du me marë burën pasonik e së më interesant. Po qka shka feminizmi të në? Qka shka të në Jo, nuk janë feminista ato. Po menoj... Po, ama ata po rasen automatikisht patriarkat, ata po kanë qef që ashtu më rasen. Po. Adin, tani, që ta së një animoj feminizmi me thonë që na du të më konë tash barabartë. Mujna me qupë deri me një farë nivellit barabartë. Unë s'po thomë, mujna me qupë ashta 50-45. Maksimumi është man. Qëre, une menoj që kjo, pse ka ardhë qysh ka ardhë, është pe njerit. Pse, this is a man's world. Oh yeah, se nuk e di ma shumë. është sa zi të vishë dhe se mentë. Ama dush me shqit vetën kështë po të fort. Ja ti po knoqë që këso. Moshe. Përgja kështë të bëdhan? Sve ka kështë, që të ngoj. Po alloj. Shtë në kryqët të fort. Qëre, une menoj, kjo është ma shumë, që ka ardhë, është puna na. Mashkujt, ose njerës përgjësi, e kanë apru punën që është sot që ka nevoj për përmisime, sot i së mund me thonë që në ditë sotin patriarkat është gjithçka mirë, gjithçka në rregull, që s'bo me prejkë superë, që thonë marët never change a running system. Që këtë sistemi pak edhe ka nevoj pak... Përmisoje, në fakt. A mos du të me marë ashtu që, po apet për jetë patriarkat, apet keq, pse burat më së ndu botën. Pse?
Pse? Sepse Asteriospas se ka ditë pse. Ja ke, kajt. Nonën. Jo, dash seriozisht, se ku ka kon pas. Këtu më zonë gjumi të ngu. Po, jo, për cila po... Bile e vërtetova që sa tu ka qenë goja së pas kanetave. Oh, së pas kaneti ti boja? Po ty? Jo, mos më kap në laf. Okej. Mos më kap në laf. Ja. Isha për i kera mizi, mos më kap në laf, mos më kap në hekter. Unë menoj man që kjo është një mënyrë ligji natyrës. Jo ligji natyrë, po ka ardhe i natyrës. Femna është e bume man, është e marume për me lind fëmijë. Femna është e bume për me rrit fëmijë. Femna është e bume për me mësu fëmijës çka është dashnia man. Harroje që burrat mujnë me mësu fëmijë. Normal, ama po du me thonë me rrit. Nuk mund të Pyzoret po. Pezoret po, ama po thonë në kushte normale. Normal që pezoret gjithçka bëhet, ama në kushte normale. Femna është e bume për çështo. Femna për çata fizikisht nuk mund më afru të folkesh. Nuk mund më afru mashkullit. Për çata edhe mashkulli nuk i mërrin aftësitë e një femnës si që punat e multitasking qysh mujnë qysh i rrisin fëmijën be man që aty paramenon një fëmijë sa po lind dhe një foshnje të bllokon be man, të bllokon me ka ketë. Edhe apet qohet gatun ta bon ato, ti asiteshat, edhe ti vjen pej punës. Si boss. Po, edhe apet mënohesh aty të qysh që mi qit njëjtë. A po kupton çfarë do të thonë? Kuptoj shumë mirë. Që kjo ka si rrjedhoje që saj që femna Amo tash kritika që saj që kujdes. po thuti, nuk është arsye kjo me shkel gra për çetat tash. Për çata po thonë ne patriarkati ka nevojë për update-a. Okej, ama po du me thonë çysh ka ardhur puna deri çeto. A tho porze që 1000 vjet kena patriarkat. Më shumë bile. Garant. Guç. Po çysh ka ardhur puna deri çeto. Se hajde pe marrë me shembull jo ma let. Hajde tash ti gruaja po shtatzon. Çysh me dola me ti bu punë të shtëpisë ose me ta njek leprin, me ta njek lirimin me prej aty. Çysh? Shkelesh. Simon, që për sa çoll burri. E njek lirimin, e prej një Po drum që dosh me formu një sistem që patëm para sa vjet, sa ka epizodave që për shka jetojnë atë i thon veç për shëmim. Sistemi më i mirë i shëmimit do konë që kjo mi do Ne kom thonë kështu. ti. Sistemi më i mirë i shëmimit do konë apet që kjo mi do 10-10. Kur edhe blegturia dhe bujqësia ushtu edhe numri i fëmijëve. Tash kritik thonë që tek që ushtu numri i fëmijëve dhe gratë kanë bëu më shumë fëmijë, një kon të izolum shpe. Tash moderniteti thotë që për shkak unë që bëj fëmijë, për shkak me izolu veten dhe me hub mundësitë e mia të karrierës. S'dosh më, Po man, t'ja tho vet. Ha. Kur të blind fëmijë, ti si ke çare pa nejt një herë të fëmia. Ti badi hava ti burri më. Po. Ato Ama që bile që kish pa Po, man. Ama qa me bobe që burrat s'u me bo fëmi? që thash deri 45% mujna mu afru me njëri tjetër, Qashtu. amo apet një far 5% që biologjikisht nuk mund mu Nuk është e afrue. mund. Po Nuk për është ata mund. po du me thonë e ka një arsye pse është kështu. Pse ka dalë komplet ka eskalu gjithçka, tjetër muhabet është. Ama Me ta forma marrni shembull, Korea sistemume, Seoul Korea. Aty man ka Cila? Korea e Samsungit. Korea ju të veri Po çfarë do të thonë zonë se Nuk e di, nuk e Ajo di. Korea e mira. Samsungi me Samsung. Jo këta të qetë për të mirë. Jo Kim Jong-uni. Korea man ka rarje natalitetit drastik. Por shkak që saj arsye se aty ja ka nisën që kjo far barazi, mu pas si cili shancat e njëjta, me pas si cili karrierë. Tash gratë nuk kupojnë fëmijë man. Por shkak se s'pja hupin vetes shanse me bo karrierë. Tash ti gruaja po don, burri po don. Gruaja s'pan fëmijë për atë arsye. Edhe hec. Edhe rarje drastike që nuk ka mo kthem brapa man. E kanë ka përcy atë nivelin që mund me përmisu me fëmijë edhe me hyp natalitetin e pet. Deri në vitin 2050-60 rarje drastike. Edhe tash problemi janë te Korea që janë rasista man, edhe s'kan çef me marr tuj. Se për shembull gjermanët kanë rregullu këtë probleme Auslandera, i kanë shtim rena, ja kanë dhonën vetit gjermançe edhe grani jo. Si Amerikan tash nuk më thonë që jo veç të baru hiç heni bëni fëmijë. Edhe se çaj e pishton. E tash që kjo po nismi. Nëse tash po thonë pe barazojnë tash, pengojnë zonën.
Avdiun. Pe ja bojnë atë shpëtot që ajo. Kime pasën pasoja ekonomike me man, kime pas pasoja sociale, do më thonë, këtë që sistem, këtë sistem ekonomik, politik, shoqëror, është i marrë mbi patriarkat. Çfarë do të me kuptue? Tash nëse dojmë me hallakat patriarkatin, edhe me bo ç'është shpëthot ajo, ka me pas shumë rarje në ton aspekt. Për që ata kur njët s'ka më bo që kjo. Oman, unë apet për që ata ta mora shembol që mikrofon. Këta senet që ekzistojnë, rrallë një diçka, po, këto, bombën atomike, në fakt, bazën e bombës atomike nuk i ka zbulu Einsteini, po marrë thash që edhe pe njës hipotezën s'pja di emnin. Nëse kënë gruja vetë? Jo, grujo. Se grujën e ka pas shkencëtare. Ama emni s'po kujtohet, Anemari më do këtë diçka. Zakonisht Anemari kanë pas atë. Që ajo këtë. Meritën bazike, ajo e kish. Po tani që shka puna ato dhe që mi hube e merita qëtër ma bet. Ama kjo është një rast në dër miliona. Pse, atë për që ata punu me dollë që moshkujt, kejtë senet i kanë zbulu. Kejtë e kanë zbulu. Po për çka? Jo që janë gjithqysh matë meqëm. Po sistemi për manë që ashtu që i ka pas mundësi, për shembull shumica e femra nuk e kanë atë mundësi me pas ku mu hundu me që sene. Se jo jesë në 7 zone, jo fëmije, karriera, ato këto. Për që ata janë që të sene doma, ma nuk dush me marë si kundërshtar që të sen. Talojmë ona ashtu të shkelmen e drejta, vëna absolut kem kundër. Që po thuti tashti, po na konvenon me punu gratë, ama në t'i bojnë apet punë të shpi se ketë ato sene. Po jo, po nuk shkon që shtu. Nuk shkon, po ki interes me punu gruja jote, një moja pa ka shpijave. Aten. E ka thonë një Dostoevski një fjallë të madhe njerë. E ka thonë femnës vetë. Edhe mu qia dhe pati s'ka. Edhe kështu që... Si edhe njërën. Të lutem. Aten. Kundër që saj jam, ama unë jam edhe kundër që saj që peqesin këtë sistemin në pytje. Po qashtu për është të qysh, nuk është betë që e kena zbulu na gjithë qysh, po na konvenon qashtu, po natyra është qashtu që na e kena farën, ju e keni kosin, a që ju Po. Ju e keni... Na e zënë kosin, po. Po, na e kena farën, ju e keni mpin. Po, ta shpintu këtë që ke pak si, adin ta shina qytetruhe, edhe atë se kënë lexu dhe kritikat e patriarkatit në pjarës feministe, që nuk do të mu me rana të farë nivelin debatit të kafshve që adin na jena tash ma të zhvillu me trupe e tash mullim i ranë për mi ose i fortin bizitron bi doptin. Po, hajde, gjithmonë po nisë në pjasaj, që ta feministe man janë pakica e zhurmshme, që janë pak, amo përtasin shumë që njën të na unë të ne. Do femna, ose do gra, i pëlqen që kjo sistemi patriarkat. Po të? Jënë pajtu me atë fakt, ose s'kan do shkor, atë gjenive, nuk kanë paramendim kom tjetër. qef me pasën 3 fëmijë, edhe me këshy punë, edhe me, po, ne punojmë burrin, edhe me Qashtu, shumë ka. Mi po ka dhe Që të sinin, Po se njën dhe se se këtu e ma të gjumshme. Po këtu tjere dhe ma të gjumshme. E tani kia ta farë, që ta farë zona avdi, ose ku përdjone, ose ato shoqe që po mbledhen aty mbrana, ato feministet full, që e thashtë në më herë që për mu ekstremista, që bojnë zhurëm aty që jo, se cila du me pasën ato farë drejtat e veta, e thashtë më tho, e ku përdjone. Ani dhe i ki drejtat e tua. Kejtë në regull, amo që kune përdëm ja imponue? Se kjo është për mu një farë lloj imponimi, man. Le se cilën në vendos për se cilën. Nëse një gru, një femër, nuk një rahat të burri vetë, është i shkelt edhe rejt për tina, dojo, mos rre me qaton. Besa i kipu mami pato se me to. Beso. Mos rre, e shkelt për dikujna. As një mashkull nuk ka drejt me hy për një femër, me thonë, vë që ma i fort, e shkilit shtashe. Që man, na ketina me njerës, ketina fmi, a unë për shembull kom qika, ko pëti, as unë s'kom qef me pohe, qikën tem shkel pi burrit. Mirë po, a më mos menojnë që tashti u boja kohë që aja hyp për një burrit, edhe nuk mund më kohën. Gjeni një nivel të njëjtë, doni punë, mos punoni kundër njëri tjetrit. Që kjo kom pa të shumë çiftllak që punojnë kundër njëri tjetrit. Nuk e menon femna që ato parë që janë që ato i pru burrin në shtëpi, janë parët tona që do të me këshyrin që shme jabo sa më mirë që me mujtë kejtë me mbi kalu atën. Po, Ti shumë mirë thonë fillim.
ky problem është individual, jo kolektiv. Si Ti i ki syrë në boll, nëse s'thash ty pa keq kuptime. Femnës. Do është më thonë që pekibe atë drejt ditësore, nashta deri djes kanë mujtë se të kanë shtime mësite me zarë ku bedione, ama tashti ti po mund me zgjedh. Ti po mund me zgjedh çfarë tipi moshkullit është. Ti po mund me zgjedh vet apo do karriera fëmijë. Tashti nëse do të dyjat, dush mi dal diqysh. Se nuk bën ndryshe, nuk është që na burrat po thojnë ja na s'po dojna më veç ta zonë, veç ju me mit. Po nuk bën. mujna. Po dhe nuk është që s'po dojna, po s'mujna, nuk mujna edhe pse kena cica. S'po bëjshin. Ja, Çka? s'qeqen kur gjë heq. Ja si, jam me kojtmonë, ja hiç. Që thotë zgjedhë pro, ani as po don apet fëmijë dhe karriera, mas po do me me çazon, adopto pro. A din më sot Adoptimi është win-win. Po Gjithë më kom thonë, adoptimi është win-win. I ki mundësit. Nuk pse me do çtu zona vjen me bu problem kolektiv. Po ti na shta ki çat problem me motër? Mos e po nuk Po, kërkojna. meshkut janë çështu. Po ti be pas ke qëllun çasi? Çdo i dyti ka shfaler. Po na shta babajat be vllavijat be burrijat pas ka shfaler, jo ke tjerë. Kisha pas çfarë po s'kam. Po po, çysh. po, Ajo kupinia se se çysh. pi- A ti fa problemi presioni çdo individual. ditë. Noni as çifshas. Unë s'kam. A ti po tash kam me botash një. Po, dhe ku vorë ku kna. Po dhe mund koksh na sens po disha. Tash Yes. edhe për çka po çtë ç'është kjo feminizmi? Po bazon shumë studime. Sipas do studimeve. Mi po na petë ato studimet e kundërshtoj me provojën e jetës që e kena që ca vjet. E ku pas një diskutim me një non, i cili i thash një kështu që a futa, i thash po mo gratë janë ma të ndjeshme edhe janë pak ma të qetë me fëmijë. Edhe e ka pi natyrës tha. Po dhe Tha ja s'është e vërtet. Tha dhe meshkujt më konë. Mujnë më konë. Po mujnë, amo pi natyrës, po menoj, pi natyrës e kanë femnat ma të Se e integruar. thojnë Kate, qika është edhe për baba që thojnë me qik s'ka, Po. që të falë, është për natyre be manë që ashtu fizik, Amo biologikisht. tash që po nismin kanë thonë do studime. Po be po, okej pi kuptoj që ato studime, okej këtë rregull. Amo provuja e jetës apet me bon që femnat janë pak më ndryshe, meshkujna be pak më ndryshe, na e kena be atë konopin pak më të shkurt, që eksplodojna, e femnat e kanë shumë atë go. Normal nuk po më paushalizu se nuk është te keq ashtu. Mi po nismin në përqindjen që për shembull 80% femnave janë shumë më të durueshme, janë shumë më të ndjeshme, këtë burrë në 30% ashtu. Që qëllojnë ashtu. Mirë po apet po nismi për asaj shumicës tani. Po çerde po çky muhabeti që po bëhet për shembull pri zona vdiut. Pikop, aja po fol më shumë për të kaluar me man, nuk është me man ditë sotit çashtu çkelta. Ti tash ti mos fol për ato çka kanë hik. Ato, okej, po më keq nuk po them që mirë kam bëu se kur gjë. Kanë hik. Në na jam umdhimët çka Po kanë dhe, hekën, po fakt është. Atë çdo kush ka me një mënyrë tjetër ne ka një far kontakti me çat far patriarkatin jo fair. Po. Shukon. Ama ti tash ti mos folbe për që tash ti se s'osh be mo çashtu. Nëse e ki ti çat problem, mos e bëbre çon kom se u kall dyja, po s'osh be çashtu. Është problem jot individual. Sot këtë tjera mundësi po kanë këtë Jo, e pëlqeta më vetë man që po fol për çata që s'po guxojnë me folën. Unë jam zoni që atyve që s'po folën. Unë jam aja trimnesh që po del për ata që s'po guxojnë me folën. Okej, mund më konë, po Ai që është të peshet vetën. Si pioner i femnave që nuk guxojnë me është folën, shumë person i gabum. se është shumë radikaliste. Po as me fol bezden. Po, ama është që kjo është As me problemi. argumentu. Radikalizmi shumicën e njerëzve i largon. O ti qef Që është i logjikshme. Po. Kush është njëri i logjikshëm, radikalizmi të largon man. Po. Atë ndryshe është qef më konë politikan ose më konë feministe, qefi o tjetër mundësi o tjetër, nuk je, atë dush edhe me dit me fol, dush me dit me argumentu. E jo të në aty me janis me përtit si kejt. Së vin, s'ka sens na vinin një burr, atë. Po da ajo Gjuli, e kanë klonu spem, ani mo aja skena, ati që kështë thash që to, tani pështetet qështë. Ati kështë, hisë na vynë jësan juve. Ati kështë, qëtu kërë pështeta, ja qita pikën. Drop the microphone dhe shkare shinenon. Tebe fami. Ka erçe e benon. Ka erçe aspir. Ha? Ka erçe aspir me që pas kanë klonu. Ka erçe. Po dhe Ka mujtë me klonu që ato, o mor. S'më na vynë jo. Po po ju dojnë, asë sens na vyni. Po, e për kom Po na durojnë, po na durojnë. Për kom po kurvove shpeti çdo ditë?
15. Po, tani që këtë një punismi për asaj që po unë kur ndrejshna, unë po ndrejshna për vetë vetën teme. Edhe pas që tonë njerë që po motor, këtë rregulla, mo që ato kur ti qesh që ashtu në shej të normal që aty më shkojnë sytë. Të shapet, pionisë në apja asaj që me shkojena dhe automatikisht në shkojnë sytë aty. Edhe bulash këshyrin që aty. Veç me këshyr mja matë periferinë e madhësisë. Shkurt e shqip, është keq kur shkelen gratë se pa gra asas funksionon, apo asa to funksionon pa neve. Nas pa për ta mëre. Jo dhe, po ama çike e tepër tan ditë solli që u bu, jo ajo, ditë çdo sen, çdo por thashni me kthy me mia gjet një të keqe. Po s'ka të keqe, ajo por gaz, ide era u kry, të ka shliru. Kësaj thonë, s'po kena gale tjera, edhe po me si sport që tash. Kur të na vin gale tjera, nuk hame me qëtë. Po s'bo me thonë që si janë gajle këto janë gajle, ama... Jo gajle luksoze po menojnë. Ja, Jo, qërëman. A janë qaq keq gratëna? A i kanë qaq keq punta? I kanë pas. Qërëman, edhe si pas fejes, tash, për shembull, po fomi, kur këmë thonën, edhe që kishë një temë shumë interesant, për mes jetën, po formina. Aty man, fakt është që i kanë shkel gratë me kopa shkresi kanë gjujtet. Aty nëse u quni një pop edhe ka thonë që kjo është trika kanë kalman. E se kanë vetë asha s'është, ja kanë shti flako, fët edhe o krye. Ajo kun krishterizmi që i ka shkel gratë, me sistemi kanë shkelet. Mi po edhe krishterizmi e kanë shtri burrat fejen, që shkanë dash qef, e kanë pas qefin vetë. Sigur me fejen muslimane. Edhe fejen muslimane e kanë shtri burrat qashtu që shkanë pas qef. Nuk do me thonë që patriarkati është qaq nalt i sistemum, që e kanë shtri direktash burrat. Mi po s'kena pas mundësi, atëherë se u konë njëri më i meqën katon, u konë zakonisht hoxha, më i shkollumi. Edhe hoxha u konë i vetme që ka ditë me lexu arabesh aty, edhe ai tash çysh e ka kuptu, ai ta ka shpjegu ty, edhe e ka shtri ashtu. Çysh ta ka dash, nëse ka kuptu, nëse ka kuptuar me të kajs për me shtri ashtu çka pas çe vet. Ti tash me ato mundësi të tua s'ke pas mundësi mi ja kundërshu çat tezën tina. Se s'ke ditën që po shkrum çfarë. Që thash marrë kur s'jam ekspert në sen, mënoj çat më thot, çfarë do të më po. Çfarë hoxha ka thonë? Edhe gruaja shpell, më shilekoni edhe kam 3 minutë mi pas 7 gra. Çfarë? Na shana kam në neve kry, na burra kena drejt mi pas 7 gra. Po, ç'ke na kam. Ale, këto më ndërën. Mi po çfarë? Pse është e pamundshme. O ti vesh mas pare. Pamundshme është. Dush me farrethona. Po dhe se ka rregulla pse do të guxojmë mi pas 7 gra. O e pamundshme është. Po guxosh as dytë me marr pa pajtimin e parës. Po se cilën man njëj dush me trajtu, se cilën. Ti njësën për man, që do të bëj man 7. E para do të më konë e pajtimit edhe me të dhonën lejen që me mujtë me marrë dytën. Që të në kërkur specek. E më konë e para e Gjavitit? Kështë që përdu me thonë që edhe muslimanizm, edhe krishterizm, gratë e kanë nivelin shumë atë nalë, se që e kanë menu me vjetë. Qashtë. Po na, burat e kena shtri dhe pak vetë që kena pas qef. Qashtë. Ditën e sotit po thom, kohën e sotit, që thotë individual mund me ditë si cila gru që po don tek po don. Po do me studiu, po do me bo karrierë, okay, prit me burrin ose kallzoj burrin për fillimit çdo punë apo ki qef apo ki qef. Janë ato gra. Do ju be kur gjëso? E në anat kohë që u bo e mirë. Një jetë ekipe jetoje ç'është dush, ç'është kish. Lesha me. Ç'është ama mos janë puno kërkojna, ç'është do me jetu dikush. Po të. Ka ç'është. Kry. Do të thon për aqizën pikën që ç'tash. Patriarkati që njohëm sot, ose çfarë historie ka, nuk mujna me thonë që ka kalu gjithë shka mirë. Jo, që, atë se shumë bot për bëhem, jo. Katastrofë ku. Edhe është nashta. Amo, nuk bon me thonë përgjësi që është gabim sistemi, se nuk është që e kana zbolu për qeftonin, po qashtu... Po konë sistem ma i sukseshme. Po ti shumë mirë dhe thonë i mona ato shamujt e vjetër, kush me prej lirimi, kush me prej druni se gruaja shtatë zonë. Edhe me bish që të shambull edhe hiski ku e qa ma largë. Qashtu i imponu gjithë qka. E pse tash të edhe... Kush me prej lirimi tash ma roke anez? A tash për ta roke anez, që 3 herë më të thonë. Po dhe tash të edhe me thonë, po dhe me roke shumë, po bura din shumë a mirë me prej leprin. A dhe me thonë, po se patriarkati. Po s'është me patriarkati, po e prejnë ma mirë se umësu. Edhe pëse nashta s'është ishte shtu, adin. Po vesh shemë, hipotetikisht, se Ramiz Ladrovsi shumë shpesh të ke... Mos se ka pas edhe shumë sistemin e për shumë popull hala, edhe të sash asi popull indigen, që thonë dlasht, si kur indian, ose që gruja ka pasën
e ka pas nivelin bi burrat. Në Itali be man çfarë është halo? Amo çaj sistem nuk u kon çast i suksesshëm se sa patriarkati. Do të thonë, sistemi patriarkat të konën shumë i suksesshëm për shkak ekonomisë zhvilluar, që zhvilloi ekonomia, industria, politika, dhe çaj sistem u kon çaj i fortë që ka humbur këta sisteme tjera, se e kanë po, okay, me ç't sistem po ecën më mirë. Në Itali be man, a din çfarë pozicioni të lartë ka femna, sidomos në familje, nona. Po, Ti vaki me babën copa bosh. A me nonën zguzon? Me nonën zguzon. Atin Amo me nonën. Nuk do të thonë që me gruajnë apo të qysh. Jo, nona. Nona respektohet aty si Mamma. Mamma. Shumë e thjesht, ç'është ka puna, 7 zonë fëmijë, burri ka punu më shumë, ka mësuar më shumë, nashta për do sene ja ka kop më shumë se aty për shembull çysh me marruni kulybet çanit. Po, nashta din më mirë se tan ditën ka çon dru. Po është në çan që të... Ja, lufna. Goxha gat shkum pa ja përmend çan. Porno. Çtu atë normal që pse po deka burri më mirë me ndresh, po se patriarkat. Po jo be, nuk është ashtu, po gruaja kanë në shtëpi ka rrit fëmijë. Se çaj fëmijë dikur ka më bë, çaj fëmijë ka më bë dikur babë dikujna ose nonë dikujna. Çtu atë Nuk është që kena dash me sundu, po çashtu ju ka vonë. E tani pse u keq përdor, unë jam kundër. Atë po veç folëm më pak më. Është art me pe natyrës, njëri e ka keq përdor, çkaç. Edhe kisha thonë që nashta pim shojna. Kërkoj për të një shpejt. Jena të jetu me një vend perëndimor, e cili është zhvillim një zhvillimi më të madh ka bërë Gjermania për shembull. Edhe apet e ka që sistemi që gruaja që thashë më herët paguhet më pak se mashkulli. Shpjegoni për asaj që jo, shumë kundër kësaj. Komplet. Fakto është me mujt që thash deri 45% me mrije, 50-45. Super e kena punë se që mendoj që tash jena 50-40, çfarë pesë ne. Sigur që jam kundër që gruaja me punu, edhe mi bë kët punë të njëjtë, thuaj që a burri veç me punu. Komplet. Asnjëherë. Edhe so i kena bërë. Na kena ka për ty motë. Sho. 15 minuta. 1:15, ha? Jo. Po. Okej. Ni pyetje si në fund. Se do shta pak u zgat shumë. Po. Shumë politik, shumë patriarkat. Po. Nëse po. Nuk po përmbush kjo. Po. Po në fund një pyetje kështu. Çka ki diçka një të përditshme man që s'din me bu. Që dvyna mos s'din. Që s'di, një të përditshme. Ki punë diçka që e përditshme është edhe s'din. Po ta marr një shembull të tash të më men. Okay, super. Një të përditshme më duhet a mos di ç'është duhet. Po. Man, që është problemi i bashkëve, munona me shkunën, kur pshurna edhe me shkunën, që me thonë s'del asnjë pikë mo, edhe apet që pika e fundit, ti është i kryt, maru për projekti që shpenon. O, bo, sa dush! A njerë, pa ma pështije në fund edhe njerë dhe tube. Qifsha morqen. Dush me arre i kryt. O, jo, të ashte. A nuk ka puna që kena roll, ka ose në sen që po jetë në për roll, ka dhe po, amo, jaj, që të qeshë, që shka që gjithë nervozona me vetë vetën edhe. Unë e dashtë me ta morë si shembull, për shembull mos me ditë mi lidhë tojat. Ka njerë që s'dinë, edhe? Po, ja, po që ka të bëj për ditë me zotana ma pes s'dinë. Me shkun s'di. A unë e manë e kom një shprejt keqe, që bilete mund me dëshmu këto, që njët private, me dalë për shembull, me hec, nuk di me hec ka dalë, man. A din në Kosovë sa hekshëm, dhe sa nisa mu kube, ro. Unë dush e ketë. Këmë dhe ke, asit, ka dalë bese, a i përgutu? Ku e të shkua edhe në dyqysh? Nuk e di, man, që ashtu dyqysh. Dhe edhe për qef me dalë me hec, e kom një farë, pa decëm shpejt. Apo e si shpejt. Që të në komone? Së më bja shkun kryt, ha? Së bja shkun kryt. Ku këtu e ko gjakë se shumë shpejt ta kapi dyqysh. Po, tash është diçka që më do çdo ditë. A e ki provu me ndryll? E kom do se kur ka mjerë lopën e kom provu, atë është vite ama jo pa dhe oma. Edhe po, ato e kom të cekën. Mas sekset që sëm pshurësh njerë. Që ta qëtë kejtë, dush më rujtën, me s'me bosh kretone. A që është një problem, amo. Djegve, no?
Pa, dhe se që të farë fundi. Nëjse, u hina pak fjellë të apet. U përshtat me teme të apet. A kiti naj pyetje? Jo, ja se më koncentru fund për 3 kat, kështë që e heka që të gajle, edhe mo... Që 2 javë. Po nëjse dhe man, u pregadita, inshallah kom bo mirë, inshallah u kon informativ, Po, më falë, po. edhe inshallah, edhe nuk e kom spjegu kështu profesor, s'ke po jo më me spjegu si shoqënur. Shumë mirë e ke spjegu, unë ke shikna, unë jo mas i mund të me ta bu me në rëmë bajan. Kom qef me marë si shprehi, me përgatibe ka një të si pyetje, man. Po. Shumë po jam, ose me këthy, për shambull, pe buna një shambull, epizodën e arshëm, se cili për përgatitu ka 5 pyetje, a thani, i shtojna pyetjet, o thani, del ku del, adin. 5 shumë. 3, bro. 2. 2 ti, 2 unë. Tërë ma problemi është na kur po hina në temë, po hina po jesme ka njerë. Po shtymë. Bravo! Se javë kom borës njerës. Kësha lujt më javën e kalume. Që e kështë shty edhe apet, se thosh që ka thonë. Ku? Që tha? Për shqitore, be. Po dhe s'po qatë ta tani që. Vish të që tonë si shpejtë, se jena mbi. Shumë bia. Po. Po s'ka be tash logjik, po ishke puna që... Jo, man, s'm pe thonë. Do na me ngullë njërë epizodën, tani e di për çka kom dasht. Se unë e di qa po du me kallëzu. Ama nuk e di pse më lidh qatë. Është ma mi me di pse më lidh qatë. Tani do unë atë filmit Diamanti pe shqitorës. Me diamantat kuqe. Kua po shkon shumë shpejt. Ekstrem. Apet po thom, pi gjysore e kena hup 1 orë, edhe 1 orë, apet për Qëra kapacene. pse gjashtu dalë shumë, ama po. Dasht, sa të mujna qështu. Po. Ama mos menoni që atë në standard ashtë. Jo, se kjo kejt po shtyje tani. Ekstrem. Qështu? Edhe apet të në me di që paparin ato e po. Po, pa pare. Edhe audiencë e vogël. Edhe pa pare. Amo, Që shkrune posh, po më intereson, a këshi pas, a shikon gjenje me pagu një bilet në teatr nëse bojnë në një live, edhe a këshi blet tesha. Varë për Se kena bankrotu. Asni ikër. Qështu? Edhe se, po kam shumë qef. Që kjo si bash piltë s'ki ke. Po, dhe. Djerë tash fola për patriarkat. E ka nola Ja ato fut dete. pëllës këtë tash dhe. Jo, dejte shu, ti kur tha ty s'u pja shku një kryt e ka nola. S'ko sa për të Fort. që kjo e fort ke. Pjaci. Qka po dojmë, na po thojmë, e qka stojnë as thojnë, edhe me na shoh ju dojnë.